është diçka e vërtet. Rusia ka kohë që e ka vendosur Britaninë e Madhe si armiku numër 1, sidomos pas ardhjes së Trumpit në pushtet, ata mendojnë që Britania e Madhe është tashmë armiku numër 1 dhe është vendi më luftë-nxitës në botë, sidomos ndaj Rusisë. Aq më tepër që kanë një armiqësi të vjetër, të paktën 150 vjeçare mes të dyja palëve, dhe kanë parë gjithmonë Britaninë e Madhe si një objekt patrullimi ose vëmendje. Është pjesë në tërësi e një lufte hibride që është duke ndodhur mes Perëndimit dhe Rusisë, dhe kjo është pjesë e kësaj lufte, pra vazhdojnë të dyja palët që të ngacmojnë. Britanikët e kanë strategjikët, e kanë doktrinë që duhet të rinë Rusisë ballë për ballë. Se më kujtohet në një nga kujtimet e pas luftës botërore, thuhet, nuk e di tani, s'jam më shumë i sigurt, po e verifikoj me ju, Winston Churchill i thotë, ka qenë president Truman, sepse Rooseveltin duket se vdiq në ato kohë, në atë periudhë, që shiko, kur mbari lufta në Europë, tani t'i bëjmë dhe një sulm Rusisë, që të qërojmë me sapët me Stalinin dhe Ka qenë një plan një operacion, nuk kujtohet emri fiks. Ka thënë në Amerikën në 45. Ja ka thënë kur ka vajtur për vizitë në Amerikë pas luftës. Në rregull. Ka propozuar që armiku jonë është Rusia tashmë, jo. Po pra, dhe jo, bile ka ftuar për sulm, por amerikanët e refuzuan, thanë që me këtë reputacion të shtrimtar, me këtë reputacion që ka sot Rusia dhe ushtria kuqe, Bashkimi Sovjetik, po, kënë drejt. Bashkimi Sovjetik dhe ushtria kuqe nuk mund ta bëjmë këtë se do dalim si imperializëm e të tjera. Ndërkohë që Bashkimi Sovjetik kishte plane tjera për ta pushtuar Francën, janë plane që kanë dalë. Është një histori mosbesimi shumë e fortë dhe konflikti midis Mbretërisë. Mos sa Zhukovi i kërkoi leje Stalinit që të vazhdonte deri në Paris, pa ai ndali. Pas është në gjë, të gjitha palët kishin. Edhe patoni Paris të luftonin me amerikanët. Po të shkonte të merrte Parisin, pra kur morën Berlinin, ta shkonte deri në Paris. Dhe edhe Patoni i thoshte atë Rooseveltit që ta sulmoj me fjalë, po më dat juve leje, unë i drejtoj forcat e mia drejtim Rusisë. Pra këto nuk janë gjëra... Ka planet, gjithë palet kanë planet. Në nivelin e generalet. Në nivelin generale niveli politik është tjetër. Nivelin ministri, po flasim për Churchillin, nuk po flasim për një delir generali që do të hyrë një histori. Po Churchilli e ka pasur gjithë një këtë ide kundër rusëve, që në momentin, edhe kur nisën bashkëpunimin e ka pasur, sepse i shifte si armiq komunistë. Këto pajisjet që janë vënë nuk janë ngjitur në ndecave, pra do kemi që parasysh. Këto janë pajisje që lëshohen në për brigje të ndryshme detare, në thellësi të ndryshme. Magnetike ato, Jo, lëshohen. Janë si puna atyre minave detare që lëshohen, pra lëshohen dhe ato lëshojnë një sinjal radari dhe kapin çdo lloj mjeti që kalon, dhe në bazë të sinjalit që kap, pastaj në ndecja që e kap, që e merr sinjalin e kësaj, përcakton se çfarë është mjeti. Absolutisht. Pra nuk janë të ngjitura, pra nuk janë mjete të ngjitura te në ndecet. Janë të lëshuara në gjithë terrenin detar. Po janë në thellësi apo në thellësi, janë në thellësi për të kapur lëvizjen e saj. Po që sipër në sipërfaqe duket në ndecja. Si sonar, thellësi janë. Sonar thellësi. Në këtë mënyrë janë ato që lëshojnë. Pra nuk janë të ngjitura. Pse ja bën? Edhe s'është e ruajnë vetëm shpresën ka ato sonaret ata, po ajo konfirmon pastaj konfirmon informacionin e burimeve tjera. Kjo tani është, kam përshtypjen se kjo është luftë nervase. Nuk besoj se Rusia ka frikë sa mos merrin goditje sulmin për ta marrë nga Anglia. Të gjitha palët e bëjnë këto. Edhe amerikanët kanë lëshuar në gjitha këto në ngushtisën e Beringut, në gjithë kanë lëshuar për të kontrolluar njëra tjetrën. Pra nuk është diçka, por tashmë anglezët, është ajo që thotë ledoni po e përdorin, duke qenë se janë rusofobët, po e përdorin këtë edhe për t'i fryrë kësaj luftës që patjetër ne të çojmë trupa në Ukrainë.